Shkruar nga Auron Tare. Disa ditë më parë, udhëtari i palodhur Blendi Fevziu kishte postuar një videoklip nga relikti i mbytur në gjirin e Sarandës, Ania SS Probitas. Nuk e pash videon, por disa miq të mi të apasionuar pas historisë më shkruajtën duke kërkuar më shumë informacion. Fakti që Fevziu kishte përmendur se së bashku me Anien ishin mbytur disa mijë ushtar italian më bëri përshtypje, por duhet sqaruar se kjo shifër nuk ka burim zyrtar. Në të gjitha kërkimet që kam bërë, së bashku me ekipin shqiptaro-amerikan të kërkimeve në ujore, nuk rezulton që në gjirin e Sarandës të jenë mbytur mijëra ushtar. Legjenda e mijëra të mbyturve qarkullon vetëm në disa faqe amatore ose gjysmë zyrtare, që nuk kanë mundësi të bëjnë një verifikim serioz. Për këtë arsye, dua të kthehem tek videoklipi dhe për të plotësuar rrëfimin dhe për të qetësuar dashamirësit e historisë, po ndaj më poshtë një përmbledhje të kërkimeve të kryera nga ekipi shqiptaro-amerikan i kërkimeve në ujore. Ania SS Probitas, e mbritur në natën e 24 dhe 25 shtatorit 1943, ishte pjesë e një grupi aniesh të dërguara për të evakuuar divizionin e Këmbësorisë, Perugia 1, i dislokuar në Gjirokastër. Ky divizion, që përfshinte edhe zonën e Përmetit dhe të Pelenës, kishte qëndruar në kazermat e Gerhotit, ku pas bisedimeve me forcat partizane dhe ndërmjetësimit të oficerit britanik Bill Tillman, kishte pranuar të dorëzonte armët e rënda me kusht që të hapej rruga drejt Porto Edes. Shkrimin e plot mund ta lexoni në Gazeta Dita.